jeni ende larg? Shqiptarët kanë vite që shikojnë filma serial turq. Edhe kjo është një film serial me institucionet e kapura të shtetit dhe të drejtësisë, të vesh duart në kokë. Madje miqtë e mi, familjarët e mi, të afrit e mi, dashamirësit e mi në thonjza, më thonë që çeke këtë betej me këtë shtet korruptuar, me njerëz të fortë, me para, që mbrohen nga rilindja në narkoshteti, nuk e për ta fituar, kurse unë kam natyrën, ja kam thënë që 14 vjeç Skënderbegas, se deri tani gjithë karrierën time, që nuk dorëzohem për të drejtën. Fatikisht e drejta morale edhe në popullin e votuesit të Kuçovës, me fjala apo dhe në publik, është fituar, tani unë por luftoj për betejën ligjore, e cila besoj mbaron me mbarimin e mandatit të Hajdarit të famshëm, ku interesat korruptiv të oligarkëve, rilindasve për këtë qëllim ishin. I nderuar Flavio, nderuar shqiptar, nderuar votues të Kuçovës, detyrimi im është fitoria ndaj padrejtësive. Të gjithë e dim që po rikthehemi prapë nga e para në KQZ, do kthehemi në kas, në kolegj, imagjino çfarë po ndodh me një bashki siç është Bashkia e Kuçovës, e cila u grabit në KZZ-n e krimit, ku vetë KQZ-ja vendosi që ajo të shkatërrohej si godin për shkak të cënimit masa e sigurisë dhe dhomës fshet ku nduruan 6 kuti, megjithëse u grabit, përsëri unë vazhdova betejën ligjore me 1 met kallëzime në SPAK edhe për kallëzimin për ligje dekriminalizimit. Kam qenë vetë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, mandatin e parë, ku kemi votuar në mënyrë unanime ligjin e dekriminalizimit dhe është e qartë, me fjalë e bardha mbi të zezë. Që do të thotë, çfarë do lloj dënimit që ti të kesh kryer brenda dhe jashtë vendit e ke të detyruar me ligj ta plotësosh në formularin e dekriminalizimit. 2 arresht Hajdari famshëm nuk e plotësoi, u deportua dhe nga shteti grek, këto deportimin e na i dha prokuria e përgjithshme, KQZ-ja e mban në detyrë, kasi e kthen, ç'ka ndodh tani. Prandaj themin e paraja ujit përpjet. Ish prokurori i përgjithshëm, Dorë Sollaku, i di mirë ligjet, i di mirë këto akrobacirat, zvarritjet dhe gjërat. Imagjino që në 2024 duhet ishte shkarkuar nga KQZ-ja, sepse kasi ja riktheu për shkelje e KQZ-s, këta tani ç'bëjnë, edhin me fjalë në gjyq kasin. Pra Dorë Sollaku ethën gjyq kasin dhe në gjykatën avokati ti se Hajdari ka leksat kemi bërë edhe denoncim për hetim pasuror nëpërmjet vllait ti Kristos, ku dy ka ndruar emrin në Angli me apartamente me tëra. Ja kemi quar Dumanit famshëm. Dhe çfarë ndodh tani? Vete dhe e bën me fjalë padi në gjykatën administrative, që nuk lejohej. Ne vajtëm me njerë bashkë me zotin Langozi në gjykat, na thonë, në 2024 është me le lindje gjyqtarja. Pritëm 1 vit e sa të linde gjyqtarja, vajtëm në pas, u rritë e fëmija, do kështë 3-4 muaj dhe vajtëm pas 1 vit e gjysmë. Na njoftuam ati, vajtëm përsëri thëmë ç'është kjo shtyrje sepse shkelje. Dhe seancën e dytë, për shtyrje dhe 1 muaj tjetër, thot shpall mos kompetencën. Pra është kompetencë e KQZ sepse nuk ka vendim që ti mund ta ankimosh, mund të bësh padi. Në këto momente, sipas ligjit, filloi zvarritja prapë, çuar në kolegjin e lartë, pra në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë la njëjtin gjë. Tani, të dhënat e mia janë që KQZ i ka çuar shkres SPAK-ut edhe prokurorisë përgjithshme për të problem, se është vënë në lëvizje, sepse është shkelje e rëndë e detyrës. Besoj që Celibashi do na mbledhin përsëri, do vazhdoj. Pra, një sekondë, si ta bëjmë më thjesht për publikun. Në ç'pikë është sot çështja e Hajdarit? Çështja e Hajdarit është rikthyer prapë te KQZ-ja për vendim. Dhe nëse KQZ-ja pra merr vendimin. Që është detyruar të marrë vendim këtë. Marrë vendim. Nëse merr vendim që duhet të vazhdoj detyrën, me fjalë bie që të kallëzohet për shkelje të ligjit sepse është edhe gjykata e lartë. Tani, në rastin konkret, me fjalë edhe po mori vendim për të vazhduar detyrën, do vej në kas, na kasin kolegj pa cirk. Edhe derisa do vej prapë në gjykata sipas lojës së tyre, ky është institucion i shtetit. Po, dhe ndërkohë ka rënë 2007. Unë mendoj që Celibashi do ta shkarkojë në bazë të ligjit. Me fe, po s'kam me tani kuptim. Ja e shkarkojnë në qershor, në shtator presidenti ka drejtë të shpallin datën, por nuk për 6 muaj le të konkurroj vetë Begaj ose Rama atje sepse erdhën zgjedhjet. Zgjedhjet 2027. Pra qëllimi gjithë i këtyre ka qenë që ta mbajnë deri në zgjedhjet. Interesi i është fitoria morale të qytetarët e Kuçovës dhe prangosja e Hajdarit famshëm, sepse janë edhe 9 kallëzime të tjera në SPAK, ku unë Dumani kam qesh në 4 çështjen e tim, ndërkohë që i çova përsëri me fjalë letrë dhe një kallëzimet nga para
braos, me fjalë, dhe nuk kam anoj përgjigje, dhe çfarë ndodh më çudia më e madhe. Pra, unë kallëzoj në SPAK për krim elektoral Hajdarin dhe Bashkinë e Kuçovës të faktuar. Pra, i kemi kapur me presh në dorë Kryqi Kuq, bashkë me administratorin e Lumasit dhe punojës të bashkisë, duke ndarë një javë para ndihma në zonën e Lumasit. Banorët e Lumasit kanë përzën makinat me çakull të Salillarit të filmuar dhe të bërë dhe kallëzimi në polici. Janë kapur 2 kilometra asfalt, mbi asfalt, pa procedurë tenderimi në një zonë tjetër të perëndis afër Kuçovës. Po kështu me fjalë dhoma e fshet në fjalë që është denoncuar në SPAK dhe të gjitha pamjet filmike me ndërkohë çfarë bën SPAK-u. Dhe themi ne pse SPAK-u tani ka filluar Rama ta sulmoj pak SPAK-un, pse them ne që SPAK-u i shërbente 100% rilindjes, tani i shërben 80%, 90%. Pra, pse themi ne, unë bëj kallëzim për krim elektoral dhe çfarë ndodh mua tani? Pra, unë bëj kallëzim për ta dhe mua tani mes të natës, policia e shtetit me operacionalen, me urë të BK-s, shoqërojnë gjithë njerëzit e mi, që nga nipi shtabim, që nga nipi dhe njerëzit e mi i marrin forcërisht në shtëpi, u marrin celularët, i kontrollojnë WhatsApp-et dhe me radhë nuk gjetën asgjë. Edhe unë i beja thirrje mini dhe celularin tim, se në përgjim ka qenë. Pra, dhe nga ata as edhe një hetim. Dhe në datën 5 maj, ditën e dëshmorëve, prandaj është e famshme kjo, jam thirrur atij sepse për këtë krim elektoral duan të pushojnë hetimet SPAK-u dhe ka çuar në gjykat. Dhe do të jem atje unë. Baja shtyrë me zonjën Vokshi. Pra, imagjinoj që nuk kam bërë asnjë hetim, edhe dëshmitarët që i kam çuar unë për 2 kilometra asfalt, për çakullin, për gjitha këto që them unë, me fjalë asnjë nuk ka bërë sapo për ndihmat e Kryqit Kuq. Ndërkohë që celularët e tyre asnjë nuk kanë marrë. Vazhdojnë hetimet, më thonë, dhe kjo është zvarritja. Pra, të dashur shqiptar, banorë të Kuçovës, ne do vazhdojmë betejën, drejtësia moralisht kemi fituar, kemi vite që kemi fituar që na 2023, kurse ligjërisht ne do fitojmë në 2027-ën, ku do marrim shiritin e kryetarit bashkisë nga të majtë ndershëm dhe djathtë ndershëm dhe do ta kthejmë Kuçovën model dhe do të dënojmë këta të korruptuar që kanë vjedhur, kanë abuzuar lekët e taksat dhe kanë lënë Kuçovën si në mesjet me tendra korruptiv, 1 miliard e 700 milion tendri pastrimit Viola Green, një çmenduri e tmerrshme, ndërkohë që Kuçova është plot plera, e ndacak, e qenë, e gropa, e treg, si gërball, e muze, skandal. A ka mundësi Hajdari që ti mbjetoj rikthimit në KQZ? Ligjërisht flas? Ligjërisht nuk ka, por unë them që politikisht ka. Sepse kanë mbrojtje të fortë, janë interesa tjera korruptive, prandaj them që Kuçova është në atë gjendje, sepse aty lekët e taksave të qytetarëve nuk i merr vetëm Hajdari. Aty është një grup duke filluar qeveri, oligarkë e me radhë. Prandaj ai popull është në atë gjendje. Kështu që nuk bëhet këtu zbet fjala për Hajdar. Unë ju kam thënë, juve thoni kujt doni. Po ky është mandati i parë apo i disa? Është mandati i dytë, ky ka qenë drejtori i Keshit ky. Okej. Pra ai parimisht mendon të rikandidojë? Mendon, po sigurisht, mendon të kandidojë, fillon prap sepse për shkak të lekëve të mëdha që ka vënë, për shkak edhe të pushtetit ty dhe të opinionit e majta, dhe mendon se do bën një pazar me segmentet të djathës, si në 2023 ku një pjesë e djathës, siç edhe kandidati i Alibejt përballë ne se kanë fituar me bashkinë e tyre, një pjesë e djathës dha dorëheqje me fjalë, sepse kryetari i bashkisë ta dim të gjithë shqiptarët ka të gjitha mundësitë për të punsuar edhe elemente të djathtë dhe elemente të tjerë. Madje edhe tani ka punsuar disa të djathtë dhe të Partisë Lirisë, janë futur në punë me porosi edhe të zotit Demo, drejtuesit politik, por unë qesh dhe them, unë kam mbështetje të madhe, sepse djathtë aty është 25-30%, unë kam mbështetje të madhe të socialistëve të ndeshëm. Nëse i merr 5, unë i kam marrë 5-10, sepse njerëzit duan ndryshimin dhe nuk shikojnë te kryetari ngjyrën politike, por shikojnë njeriu e punës, gjë që unë në zonën afër, ish komunën Ollllaku, që është shumë e madhe, kam bërë ndryshime të mëdha. Ndërkohë, për ta bërë pak më të qartë për publikun, cili do të jetë kuadri kohor për këto zhvillime, kalimi KQZ, vendimet që do të merren, përpjekjet. Pra, keni një ide datash? Direkt sot në studio juaj unë do të jem në orën 9 në KQZ, ku do të bëj kërkesën për mbledhjen urgjente në bazë ligjit të KQZ-s dhe për marrjen e vendimit. Unë mendoj që brenda majit merret vendimi, se s'ka afat tjetër. Por është ajo që thash, do merret vendimi Naçeli Bashi pro apo kundra, edhe po tjetë pro shkarkimit Llori Sollak apo këdo këtë avokata i do ta çojë në kazë, në kasi do ta çojnë kolegj, pra janë këto akrobacira e me radhë. Kështu që do vej kjo deri korrikun e famshëm, them unë, pastaj presidenti Begaj mund
nëse do të japin një vendim i bjeshtator, por nuk e le Rama sepse erdhën zgjedhjet. Mund të jetë edhe me komandim nën kryetari e me radhë. Tani, problemi qëndron që ta dinë gjithë shqiptarët. Spaku, për këtë gjë, e dënoi me 1 vit burg, me gjykim të shkurtuar 9 muaj burg, e konvertuar pasaj në 150 orë punë. Vendimi mori formë të prerë. Tani, me këtë vendim të formës prerë, Këshilli i Ministrave në bazë të kushtetutës duhet ta kishte shkarkuar. Pra kemi 2 shkelje. Këshilli i Ministrave, kryeministri i Surrelit edhe i pyllit arbitral i skandaleve e me radhë, i cili nuk do t'ja di për ligj, ndërkohë kemi edhe keqezën e njëjta gjë. Pra, që do të thotë, në Shqipëri ndodhin çuditë. Tani kur mbrohet zëvendës kryeministja, kur mbrohen njerëz korruptuar si ata të Hakshit e me radhë, ç'a pret më ti? Apo Agasi më ç'a presim me shqiptarët? Do merret me fjalë me një ajdar që ata e bëra unë të famshëm, sepse po ja u them në gjithë medjave, nuk del një intervistë. Bile dhe në zyri këm shërë, kur vete populli për një ankesë del në kryetari, se nuk dhja që komunikoj dhe ka frikë. Pra, në këtë gjendje është ka të ndisur e i popull dhe këta votu, sepse kështu janë vendosur sot. Kështu janë kryetarët e bashkive pjesa me madhe, kështu janë ministrat, një ministrat i unë si njof. Unë mund të njof janë 2 ministra, por nuk i njof. Si vinë edhe ikin. Për shkak sepse aty ministër, kryeministër, drejtori i përgjithshëm, kryetar bashkie është vetëm Edi Rama. Dhe prandaj jemi në këtë gjendje skandaloze që shqiptarët po vuajnë sot shpopullimin, varfërimin, krimin, korrupsionin, skandalet, burgosjet e me radhë. Një kuriozitet, ju akuzuat edhe Spakun. Ndërkohë kemi parë të veprojnë në mënyrë të çuditshme edhe me persona të tjerë apo në raste të tjera. Pse i duhet Spaku ta tolerojë Hajdarin? S'është Hajdari. Në mes janë oligarkët, janë lekë të mëdhaja, në mes unë kam thënë, leku e thë ujë në përpjet. Mos harrojmë që deri sa lek pas ka Kuçova? Po si s'ka? Po ta them unë, 7 miliardë dhe gjysmë është grandje të ardhuri në vit. Po një 7 miliardë i merren nga qeveria, po aty i idhen 1 miliard punime apo 2 miliardë, të tjerat ndahen. Për shembull pastrimi i qytetit që them 1 miliard e 700 milion, për 200 milionë e bëjmë pastrimin. 2 mjete, 4 punëtor, 2 shofer, blerja e mjeteve, karburantit dhe riparimi i mjeteve, nuk vetëm shumë se 200 milion viti parë, se viti 2 është 100 milion. Pra imagjino 1 miliard e gjysmë fitot, ndahen lekët dhe abuzohet vetëm me pastrimin e qytetit. Po di çfarë ndodh tjetër aty, për shembull, thot ai me vendim Këshilli thot 400 milion mirëmbajtje rrugësh. Edhe 10 rrugë çakull ai se ku ta kontrolloj koleshoja dhe shnon aty ku ka bërë 1000 rrugë. Po s'bet fjalë vetëm 1000 rrugë që janë mojime, po bëhet fjalë që këto i përthen në naftë, në konsumim mjeti, me fje gënjeshtra, apo si shtot edhe për lyre shkollas, apo për drut për nxënësit, apo për sportin, po ta zëm 500 milion apo 300 milion apo për varrezat, për gjitha këto janë abuzime. Ose thot për koncerte, futja kot, edhe mjerë populli, për një këngëtar thot do vi 1 milion, 1 milion e gjysmë, ndërkohë që je 500.000 apo 300.000, pra këto gjëra pavarësisht se ligjërisht ata i bëjnë në rregull dhe gjithë këto janë lekë të popullit dhe prandaj tanë. Dhe Kuçova ka qenë e para në diktaturë, ndër qytetet e para në diktaturë, tani është e fundit. Tani edhe banjët publike aty me fjetë sëmurësh, ti shikosh, me edhe mbetjet urbane i kanë lënë afër banesave, shkatrohesh, edhe në mes qytetit mbetje urbane vend tjetër. Pra, imagjino se si e kanë katandisur Kuçova naftarëve, intelektualëve dhe aviatorëve. Dhe unë nuk kam thënë Kuçovarëve që të maj, të djathtë, të bashkuar për një vit. Do jetë një Kuçov krejt ndryshe. Mjafton mos të vjedhësh, mjafton mos të abuzosh, ti respektosh të maj, të djathtë, zbatosh ligjin, ti je krenar i thjesht, i drejt për drejt dhe punëtor me ta. E dëgjuam edhe platformën elektorale zoti Maliqi, faleminderit shumë. Edhe mbi të gjitha është interesante betejë juaj e paepur, duhet thënë, ndaj manipulimit elektoral. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, sot e di që keni punë në 9, ndaj po ju lë edhe juve të lirë. Rikthehemi më njëherë pas pak, ne kemi të tjera punë.